Tjetër, selam aleikum, dua t'ja bëj hoxhës tonë të nderuar një pyetje. Ne që jetojmë në Evropë, kemi yatsin në 12:12 dhe sabah në ora 3:10 të mëngjesit. Si t'ja bëjmë kurse lindja e diellit është 5:25? Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Çështja kryesore e më e rëndësishme është me shikue kohën vet. Mos të shikoni kalendarin, as mos të shikoni numrat, as mos të shikoni kur që heq. Koha e yatësijës hyn në momentin kur në perëndim të diellit hiqet ngjyra e kuqe. Pasi që perëndon dielli, në horizont perëndim atje metet në vijë e kuqe. Momentin që heqet që avija kuqe ka hikua yatësijës. A është ora 10, 12, 3, 2, që atëherë hikua yatësijës. Jo sa është e shkruar me aty, mos e këshini shkrimin se shkrimi o kot. Këshini në sy të juve, e keni perëndimin e diellit, po nëse veni është në të cilin ka kohë të përcaktuara, duhet me shku sipas shikimit. E shikoni perëndimin e diellit, ka hikua akshomit. Derisa është ngjyra e kuqe në horizont atje, hala s'ka hikua yatësijës. Momentin që heket ngjyra kuqe, ka hikua yatësijës, edhe që në falë yatësijë. Sabah është 3 sa, o nuk është sabah 3 sa. Sabah që nuk shënë, nëse dielli lind 5:13 sa ke, që nuk shënë më herët, kur fillon bëhet vija e bardhë në horizont të lindja e diellit, momentin që bëhet vija e bardhë dhe dallohet që kanë ndryshuar situata, ka hekua sabah. Dhe falë sabahin, edhe yatësijën, bazë shikimeve të juve, e mos u ngatroni me kalendare për shkak se saksia e tyre është zero. Wallahu a'lam.